Një ngjarje ka ndodhur në Turqi, ku si pasojë ka humbur jetën një shqiptar. Mesuohet se 36 vjeçari ka ndëruar jetë pasi ishte nënshtruar një transplant i flokësh dhe një trajtim dentar. Si shraportojnë mediat e huaja, Mentor Rama kishte qëndruar në një hotel në zonën e Sislit, pranë klinikës ku bëri transplantin, dhe një ditë më vonë ai u nënshtrua edhe një procedurë dentare, por me pas u rrezikua pa ndjenja në hotel. Me pas 36 vjeçari është dërguar me urgjencë në spital, por fatkeqësisht humbi jetën. Pas autopsisë trupi i tij u dorëzua tek familjarët dhe u kthye në vendlindje, ndërsa autoritetet turke kanë nisur një hetim mbi rastin.